Momenti më i vështirë ishte nona Usmu, thanë ndoshim i po nonën gjallë duhet me ardhë, kur i kom pyet atje në punë, kanë thonë, ja, sa ti në gjallë, s'munësh më shku, thash faleminderit. Ditën e mirë, se pa shku nuk e lëm gjallë. Të me thonë Gjermani ta buni, thuj që Gjermania nuk është si përpara. Nuk është si përpara, po edhe veti kam bo do gabime. Tha me thy pak monotoninë ose me ikë plonit Prishtinës. Në shumë vëlla, dikon një 500.000 euro i kemi shtilë. Ka thonë, kush po vinë me votu këtu, vinë për Serbi, janë me Serbi. Një Ferrari kish parku një vend rrugë, erdhen policia, nuk u zoften me ja hjek. Mun vinë të morë për ta. Ndërun për shëndetje, si një si po kaleni? Faleminderit mirë, po kaloj mirë, unë jam tash në pushim këtu. Gërbeqar ka ke? Gërbeqar. Kam ardhë, pak dullim të në Batlau me këtë shokun. Tha me thy pak monotoninë ose me ikë plonit Prishtinës. Se shumë plon ka Prishtina, ne, ja? Jo pak. I fshim do të rosa që i kem, në mbromjen me nëgjes e sheh plot. Jemi buz asfaltit. E ku, jo, në Prishtinë jetoni kur të vini, apo? Se zveshesh të Batllov, pra. Pas e atje këtë, ju gërbeqar të keni? Se s'keni, ja? Krejt me nënë që ashtë. Edhe ishda mirë i shenë me pos, po, ja, valla, ja. Se që ashtë? Ja, fati është krejt Po tjerë. këtu kur po vini me kirët mira, e po livduni, tash, kirët ka 100-200.000 euro? Që kemi, po, tipike shqiptara, por personalisht po thëmë edhe më pengon ajo, që e bojnë që ashtë, po sa që është një herë, kom pa një rast, një Ferrari kish parku një vend rrugë, erdhen policia, nuk u zoften me ja hjek, unë gushtova për ta, shumë, mund vinë të morë për ta. Edhe, është dukuri shumë e keqe. E që sa ku jeni në gurbet? Allah më banën 34-5 vjetë që aty po. Pse shkuve? E lshuve vendin? E lshova se metëm pa punë. Zisha kam një majt, e kisha një vlo, a i ka pas punu pak në Zvicër, apo vjen, po dalim në Gjermani. Edhe shkum, i rekum punës, punum shumë. Deri ka 6 motor ka bova ki kemi punu. Ka bova, jo po edhe gjatët kemi punu ka 6 motor. Punë të ndryshme. Ja pe hojrin gurbeti, Gjermanis. Ja posh, po jeta më shkoj e nuk e shijuva ball. Nuk po takoh me shiju, bje një periud shkurt, fëmit i kom lanë tu flejt, i kom gjetë fitën kërë më këthy. Se dhe më anë shumë herët, ata kanë rohë, unë hala të punu. Kur jëmë nisë më shku në punë, jëmë që herët kemi shku me punu, me livrit pe kanalit fellë. Sa shpesh vini në pushime këta? Vëllë pak, 2 herë, kur i bojmë zona, kur i bëj 2 herë në vjetë. 2 herë në vite? Pa 2 herë në Ma vjetë. shumë apjapet mundësia jo? Mipet mundësia tash, po prapë se prapë fëmit atje tash jenë rritë fëmit. Kështë që... A me ndonë mu këthy? Interesant, po. Edhe kjo unë është shumë boshe, se kur bon djemët edhe fëmijit shumë të atje, edhe te kish krejt familjen atje komplet, po thonë familjen e ngushtë. Vështirë me i lonë, po unë e mënoj me i bon një farë neje 2 me 3, ose qashtu, për 3 me Kosovën, 2 muaj atje, e qashtu. Po shpresoj qashtu. Që janë kushtet atje, me qka mirësh, apo punëna? Allah që tash jenë këtu kushtet nuk janë bashkë mira. Po thuj që Gjermania nuk është si përpara. Nuk është si përpara, po edhe veti kam bo do gabime se për shembull i bojnë i bjen do ligje që s'kanë kur farë kuptimi, unë është me thirë në telefon edhe s'po vinë punë edhe u kryje, po kupton, qaqë. Bile një herë kam shujtu edhe unë. Hajtë për një herë, të zbuhet nomi. Ja, zbuhet nomi. E këto si e shajetisën, nëse veç që me ndonë me u këthy, qka të kish pengu? Po qëra, është realitet, një realitet shumë i mirë, që Kosova ka jashtë zakonisht vendet mira, ka të i afrohet Shqipërisë, ka vendet mira, ka vendet pastra, veç pak investojnë, nuk punojnë, merren me thashe thome, pa ja këthy shpinën, që ta shtykur unë që po bëj bisedë me juve dhe kur këthejet, ku shke kë, a kuptan. Po të tregoj që besëm në Zotin që nuk ka Gjermania,
Ka nej pjesë dikun, po shumë pak ka, e ata kur vinë jesin të habitun në Shqipëri ose këtë. Besa kum nije një deklarat njonit, po nuk po du me ja thonë emnin, që ka thonë, kush po vinë me votu këtu, vinë për Serbi, janë me Serbi. A i bjen, a tinglën mirë kjo? Shumë kjo të tinglën. Jashtë zakonisht për mua, po. Edhe kom thonë, që kjo është absurd, që kjo... Nëse s'po përmeni emna, se s'po du. A më të regon cili ka qenë momenti më i vështirë për juve? Momenti më i vështirë ishte kur ke pandemia edhe nona usmu edhe thirrën telefon. Tjetë thirrën, motra thirrën, kam dy motra kam mjeke, aty po u kujdesshim për ta. Thanë, ndashim i pa nonën gjallë, duhet me ardhë. Kur i kom pyet atje në punë, kanë thonë, ja, sa ti në gjallë, s'munësh më shko, thash, faleminderit. Edhe veç e kom, isha tu vozit fëmijë edhe e kom janë. Ja, e kom janë veturën, që voziti me ta, do janë si kom, badu, këllë ashtu. E kom badu, e thash, ditën e mirë, se pa shkun nuk e janë gjallë. Të me thonë, Gjermoni Tabuni, nuk do për për nonën, që e kishe smut shumë. Pse se është gjallë? I thash po vdes, po si intereson shumë, edhe është gjallë. E për kjo shumë e keqe, se me konë këto e kështë marrë. Po, sigurisht po. Edhe erdhëm, 3 natë më rrimë. Problemi më të madhe ne kishim në nëver, u dëshke me qitë Moska pa tjetër, edhe u dëshke me bo një test, e dini që ishte atëherë shumë aktual kjo, që pa e marë, ato s'mushe me ullëtu, kisha ethet dhoja rreth asaj që apo në alëshojnë, aspo në alëshojnë. Në alëshun edhe fluturë aeroplani, ishte në pyetje edhe apo fluturën aeroplani, as keq ishte. Po fluturë dhe gjetëm nonën gjallë, erdhëm, shkum, e takum, si hynëm tha, ma djelem që aje kumbo. Edhe, momenti i vështirë bëllë, tha po qona me u bo një laknur, e ka di që kem qef, thash e di që s'munët kërë më që, thash jo, nona e më falenderit, po s'munë shpeq, po pushot i qështë. Nësë, as një 3-4 dite, qa që keqësu, na, do e mosu do ishmi mu këthy, se e këshmi lonë, edhe automjetin e kësha lonë rrugë, s'kom qyrë, se s'kom dasht ku gjë me, as me ju thonë motë, s'kom kanë qurë dhe i njësë. Edhe kur kemi më rri atje, mas 2 dite thanë vdeq. S'në alëshojshë nësë me shku në botë, i mësë në kërkun se televizjet ishin mund të mbyllura, krektër, heq s'ka pas mundësi. Edhe ajo vërrës për e pa na, po një e mirë ju ka realizu një dëshirë që unë se kom ditë deri sa ka vdek, që e kështë pas lënë amanet kam qef me sanak më mështi, e jerdë puna që ju plëcua e dëshirë se ka ardhë shteti, ka ardhë katë komune, se ka në mare, ka në vërrës. Edhe u vërrës se shtu që ka pas dëshirë, qaj e ju ka plëcu. Cilat janë fjallë që të mbesin gjithmonë në kokë prej nanës, apo këshillat që ti kalon? Me qenë se ti edhe shumë vite pas ke qenë gurbet, largë saj. Abre djalem, shkuet në latë, e ronë shumë kërënisha, abe nënë se si jemi shumë largë, kur dëni mu me ardhë, kur u bonë fëmijë tonë, tha, ja tash s'po i thëmë kur gjë, se tash i keni fëmijë e i dini qka është raporti prind fëmijë. Edhe, qashtu, që kjo ka qenë që me rona më ka ardhë, kur më ka thonë, shkuet në latë, dhe më honë telefonat, këm pas për gjithë ditë që ka egzistu, në nora e kisha mundësin shlirë me folë në veture, edhe falqa me ta, qa jam knaq pak që këm folë gjithë, kanë ditë edhe tjerë që... E, a je pishmon që i ka lutë të në këto vite në gurbet? Po, jam pak pishmon, se ka pas momente që këmë hone kësha onë që të tokë, që të pasuni, se kemi bo në dërtesat mira, kemi bo, kemi, mjaftu shumë kemi, që ka me thonë, ta shë kemi bo dhe atje, por po thëmë që kreti kisha dhonë, me pas këthy edhe njëherë jetën ndryshe se mas pari, kemi jetu pak këgjët si fukara atje, edhe kemi punu pak shumë tepër, edhe prind ishtë ashtë me i vizitu ma shpesh. A mbonë mend që ke edhe nonën të
është interesant, jo. Edhe jem konë diçka shumë i lidhën me nonë kërë. Kur qka do që ka thonë, këmë thonë të ki drejt. E me babën ju ngatru në herë ka pak kështu, a me ato kërë. Përse ta merdë mirë kur ju posh juve që femnat për nga drejtohen edhe s'po kanë kur farë. Të lashe që më onë që duhet me dita, mos me dita. Edhe një pyetje për fund, sa ke investu sigur beqarë në vendin tonë këtu në Kosovë? Me qenë se përmenet e kena ndërkushë? Në shumë vëlla, dikon një 500.000 euro i kemi shtilë. Në qëtë ndërtime se për 3. Kemi bo 2 vllazni ishim në Gjermani, kemi bo për 3. 3 ndërtesa. Edhe jemi rahatu të në pa, tash erdhë fundë. Ska, pak. Pare se dhe pak thej shkejt këtu edhe. Nashta, po shpresoj që po. Po. Falenderoj shumë, respekt. Gjithashtë, falenderit edhe për juve. Knatësi edhe për mu.